Skandali i basteve të palishme që ka përfshirë futbollin italian vjen të zgjerohet me detajet e reja të raportuar nga Corriere della Sera. Prokuroria e Milanos ka zbuluar një rrjet të mirë organizuar, ku janë identifikuar 12 futbollistë nga Serie A, të cilët janë përfshirë në bazvendje të palishme. Janë sekuestruar rreth 1.5 milion euro dhe janë kërkuar dhe masa arresti shtëpiak. Sipas hetimeve, lojtarët janë të dyshuar për trukim ndeshjesh futbolli, por edhe për vendosje bastesh në sporte të tjera. Aktivitetet kanë vijuar nga dhjetori i vitit 2021 deri në tetor të vitit 2023. Sipas hetuesve, motivi kryesor nuk ka qenë përfitimi financiar, por thjesht mbushja e kohës së lirë. Pas sekuestrimit të telefonave të Sandro Tonali dhe Nicolo Fagioli në vitin 2023, u zbulua një rrjet bastesh online. Futbollistët investonin përmes 2 menaxherëve të faqeve të palishme. Ata ndihmoheshin nga 3 administratorë në një argjendari në Milano që përdorej si bank për fshehjen dhe qarkullimin e parave. Fillimisht lojtarët merrnin kredi për bastet, më pas për të shlyer borxhin janë udhëzuar të paguanin përmes blerjes së orëve luksoze si Rolex, me fatura të simuluara. Ndër lojtarët e përfshirë janë Florenzi, Zaniolo, Mattia Perin, McKennie, Leandro Paredes, Di Maria Bellanova dhe Samuel Enrique.